Ju përshëndes. Ju përshëndes nga Kryoneri. Është një fshat këtu që, me të them të drejtën, sikur i lënë, është sikur duket pasdore, por që është një fshat shumë i rëndësishëm. Prapa meje është shtëpia e Theofan Papës, i biri Kosta Papës, të dyshuar. Jo, kam këtej. Jam duke biseduar me kryeplakun e fshatit. Pamja është nga mbrapa, shikoj kështu. Ja është duket fytyra ime këtu tani edhe shtëpia mbrapa. Do thënë, Kosta Papa, keni dëgjuar, Kosta Papa ka qenë i dënuar me Vasil Shahinin, me Vasil Partalin, me Kokaveshin, me gjithë për çështjen e grupit Mavi. Dihet e punë, është e njohur e histori. Edhe me vonë ka shpëtuar nga dënimi. Theofan Papa është e habitshme se këtu në dosjen Peshkepia, që e kam këtu unë tani, në dosjen Peshkepia që e mbaj unë, është i përmendur edhe Theofan Papa, edhe Llambi Papa. Pra të dy, edhe djali dhe babai, nipat edhe djali dhe nipi i Kosta Papës, janë të përmendur për masakrën e Peshkepis. Janë të përmendur si pjesëmarrës në atë masakër. Shteti shqiptar duhet i kishte marrë masat me kohë, që ti kishte thirrur, ti kishte sqaruar. Unë erdha këtu sot për një simbolik, jo vetëm thjesht për simbolik, jemi 3 ditë përpara datës kur ka ndodhur masakra e Peshkepis, ku është vrarë Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini, oficeri Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini, me datën 10 prill të 1994. Kemi thënë tani, bën plot 32 vjet. Dhe unë erdha këtu sepse të dy baba dhe djali janë të përmendur për pjesëmarrjen në atë masakër. Jetojnë në këtë shtëpi, është shtëpia e Theofan Papës dhe uroj që tani që ne jemi duke çuar në kushtetuese të marrë një drejtim të pyeten, ndoshta nuk janë të fajshëm, se pafajësia është sigurt e punë që merret diçka si e mirëqen. Prezumohet për pafajësia. Megjithatë, të merren në pyetje seriozisht nga shtetet, nga organet policore dhe hetimore të shtetit, që të sqarohet një herë mirë dhe të mos shkojë gjaku i Fatmir Shehut dhe Arsen Gjinit dëm, të jepet llogari, ai që ka për të dhënë llogari dhe të dalë pa fajshëm ai që ka për të dalë pa fajshëm. Tani që çështja pas 32 vjetësh është në gjykatën kushtetuese, gjëra do marrin një drejtim të duhur, se s'bën. Ju përshëndes dhe gjithë të mirë.